ne kemi gjithmonë problem, pra duke vendosur produktet që të jenë në kavanoza janë të thatë. E dim shumë mirë që mielli zëkrimba. Pa tjetër që dhe orizi zëkrimbën, po edhe fillon dhe larvat shkon në flutur. Do mos tani në vat, ku themi që produktet duhet mbruhen më mirë dhe duhet jemi të vëmendshëm që të mos prishen, kur nuk i përdorim shpesh, është fjala, dhe jo të gjitha produktet janë përdorim të përditshëm, ndaj duhet i mirëmbajmë të kemi një gjatësie, të mos krijojmë probleme pastaj me mykjen, me zënjen e mizave apo të fluturashkave, që themi në ndryshe, që prishin produktin dhe e hedhim poshtë atë dhe shpenzojmë kohë. Nga ndonjëherë po, ne mendojmë të bëjmë disinfektim ose dezinfektim. Jo, është thjesht. Çdo produkt, dhe kur është bio, që për bio ne themi mirupafshim, për atë punë, po, çdo produkt që është fillon edhe me kalimin e kohës, nuk ka të bëjë data e skadencës, s'ka të bëjë data e skadencës. Mund të kesh një produkt të sapo bler, sa të marron tani ato jashtë që të kluvët e jashtëve, të vendos, se më parë dhe i vendosja të tilla dhe ishin në beze, ishin në pambuk, ishin shumë të mira. Po kanë vite tashmë, normalisht, që i vendos në qelqe. Sa ty po shoh që ti dhe gjethe dafine. Kam dëgjuar, edhe gjethet e dafinës janë shumë efektive në këto raste, që vendosen brenda orizit apo produkteve të tjera. Kështu që dhe një gjethe dafine e ruan më së miri produktin. I vendos? Po lëri këtu më. Po mirë, ja, shumë mirë. Se produkte kuzhine janë orizi bardh, orizi rizi, makaronat, mirë është të ruhen në kavanoza të pastër dhe e rëndësishme shumë është që t'jenë të thatë. Më pas, pase nëse doni ti keni të ruajtura mirë, sidomos prodhimet e drithrave për shembull. Edhe mielli gjithashtu, po edhe të shëra. Tani unë po t'ju sjell, kam një sër kavanozash poshtë. Të lutem shumë mos më provokoni. Mjaftueshëm. Jam mjaftueshëm. A do t'i bësh ato të tjerat? Edhe më të mëdha edhe më të vogla janë, po këto janë sepse këtu Terezia janë të gjitha gjërat, xiz janë.